përmend disa, por padyshim do të veçoja energjizimin e parkut fotovoltaik të Karavastas, kyçja e transformatorëve të fuqisë në stacion elektrik në prezencën e shumë bashkëpunëtorëve, kontraktorëve, autoriteteve lokal, grupit punës, ishte padyshim një moment emocioni. Në të njëjtën kohë do thosha që ishte një moment reflektimi dhe përgjegjësie me kalimin e parkut nga faza e ndërtimit në fazën e operimit dhe të mirëmbajtjes. Integriteti është vlera që më përshtatet dhe më përfaqëson më tepër, është vlerë thelbësore në marrëdhëniet me njerëzit dhe bashkëpunëtorët e tjerë, duke vepruar me etikë dhe transparencë, padyshim ndikon në krijimin e një mjedisi transparent ku çdo vendim dhe çdo hap hidhet në mënyrë të drejtë dhe të qëndrueshme. Do të ishte Odiseja e Homerit, një rrugtim jo i lehtë, i gjatë, por me një destinacion të qartë. Jo rikthimi në shtëpi si në rastin e Odises, por kontributin për ndërtimin e një të ardhme të pastër dhe të qëndrueshme. Padyshim që çdo projekt i realizuar është një hap më pranë këtij destinacioni. Për Voltalianët uroj që të vazhdojnë të rriten si një ekip i fortë dhe i qëndrueshëm, gjithmonë të udhëhequr nga vlera si integriteti dhe inovacioni. Padyshim ju uroj më të mirën në punën e tyre të përditshme, në shoqërinë e tyre dhe në familjen e tyre.